Erdhi Ramazani, gëzohu bir, muaj mëshirës, muaj më i mirë. çka ndodhin këtë muaj, shpellën e hiras. Kur'ani për ndritur, ju shpall Mustafas. Filloj amaneti, ligji më i mirë, Ju shpall shpirtit pastër, zemrës më të dritë. shpellën e hersuar, çka ndodhi atë ditë. Lushin zemrat nuru, kushti njoja dritë. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të soli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. O Ramazani dashur, mirë se erdhe ti, mirë se të soli Zoti me plot dashuri. O Ramazani dashur, me mall kemi prit, e sot me lot gëzimi gjithi kemi syt. Fjala e Allahut para se me u shpall, Njerëzit i varosnin vajzat e tyre. Se ishin gjallë, zemrat ju kishin vdek. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit Allah azza wa jalla që gjendjen tonë Allahu ka dhënë të mbarë. Lusim Allahun azza wa jalla që gjitha ibadetet të këtij muaji të cilët i kemi kaluar, Allahu xhalla xhelaluhu i këtë shumë pishush për nimet e tij. Njëherë që dëshiroj mirëse ardhja, ju dëshiroj mirëse ardhja për prezencën të cilët keni gjetë kohë sonte me ju për të qiftarit tonë modest. Lusim Allahun azza wa jalla që kjo traditë e cila ka nisë qetë e pak mërpreshme, do të thotë të vazhdoje për çdo vit, nëse bereqeti i Ramazanit është, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në sofrën e iftarit dhe në sofrën e sefirit. Prandaj, vëllezër të dashur, ju kishna lutur për punën e duhanit, pasi që jemi këtu brenda në xhami. Ato që duhen me pi duhan, pas punës inshallah, pas të dalim për jashta, atë mujtëm në vazhdim, sepse është vend i ibadetit, është vend i adhurimit, dhe se nuk lejohet me ndodh ajrë të mbrejnë, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë në shtëpiat e ibadetit ekzistojnë melaqet dhe ato janë të pastra, nuk i vetëm se në vendet e pastra. Prandaj lusë edhe një herë që Allahu xhalla xhelaluhu dhe këtë më kabul agjerimin, ju paqmohë mirë ushqimi dhe ju falenderoj në emrin tim dhe në emrin e këshillit të xhamisë. Edhe këto qëndmoshët të cilat e kanë organizu këtë iftar, i falenderoj një ashtu, mos t'i harroj donatorët, të cilat kanë në vetë dëshirë, kanë shpreh dëshirë që këtë iftar ta bëjnë si traditë në xhamin tonë. Allah ju shpërblet për prezencën. Edhe një 10-15 minuta do ta falim namazin e akşamit në xhami kur do e. Mirë se erdhen mesin ton, agjërimi të pastron, shpirt e zemër ti shëron, për Allah me bo një pun, shumë fish Zoti ta pagun.
Agjërimi të pastron, shpirt e zemër ti shëron. Për Allah me bo një pun, shumë fish Zotit ta pagun. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftar e me sifir, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton, Ramazani plot mëshirë, me iftar e me sifir, muaji që na bashkon. Mirë se erdhen mesin ton.